kjo ideja e vagonit ka qenë shumë ekskluzive për neve, sepse kjo pjesa e egzodit gjatë luftës që ka ndodhur te një pjesë mbi 1 milion shqiptarë që ndëbu. Dhe na ka mundësuar që të largojmë pjesën ajrore të kabllimit dhe po ashtu dhe shtyllave elektrike që pengojnë afër këtij vagonit të trenit. Projekti vetëm fjalë nuk është si projektet e zakonshme ose të rëndomta. Këta vagona do me thonë i shoh prindit e me dhe familjen tënde që kanë udhëtuar me këta. Normal që një derë e vagonit të vjetër, të viteve 60 ose 80 do të jetë shumë e rëndë për me u hap e mbyll për çdo vizitor. Andaj, kuratori kishte kërku një derë moderne që të instalohet brenda vagonit në mënyrë që hyrja e dalja të jetë shumë më efikase. Këtë e mundsoi, prap pa kompenzim, një kompani private që mëse 2 dekada specializon në krijimin e dyerve. Në fakt vetë ideja e kësaj iniciative, më thonë drejtën, ku na ka ardhur edhe nga ju jeta, më thonë drejtën na mendjes se kem prit me dhënë një kontribut sa do pak modest qoftë ai në ruajtjen e vlerave të historisë dhe gjenocidit që ka ndodhur në Kosovë, mirë po shumë kontributi janë dhënë ndoshta edhe nga kompani tjera në kaluarën. Unë me këtë rast kjo ideja e vagonit ka qenë shumë ekskluzive për neve, sepse kjo pjesa e egzodit gjatë luftës që ka ndodhur te një pjesë mbi 1 milion shqiptarë që ndëbu, shumë pak është rikujtu. Shumë pak është bërë. Në bërë shumë monumente për dëshmorë që është shumë mirë ajo për masakret të gjitha këto, mirë po kjo aspekt ka mbetë paksionash. Edhe më thonë drejtën, kompania jonë me një kontribut modest, ju ka bashkangjit këtij projekti në mënyrë që kjo sado pak të kontribojë në ruajtjen e vlerave të historisë dhe të, si ta them, tjekave të popullit që ka pas gjatë luftës. Na si kompani merremi kryesisht me produktet e dyrve, po jo vetëm kaq. Edhe tash kur na u prezantu ideja se vagoni dhe do të me kriju një derë cila hapet në mënyrë automatike në tillë, natyrisht një diçka tillë nuk e kem realizuar më herët. Megjithatë, duke qenë se projekti ishte serioz, edhe neve si kompani na ka integruar që të marrim përsipër patjetër që ta realizojmë këtë projekt, edhe ku është bërë montimi i derës senzorike me hapje automatike, në mënyrë që ti lehtësohet vizitorëve në të ardhmen që do ta vizitojnë në këtë muze, ta kenë një çështje më të lehtë dhe të jetë më funksionale. Në një anë bëhet funksionaliteti modern, po edhe truhet kjo pjesa e historisë që i kujton vagoni për të kaluarën. Ka qenë sfidë teknike më shumë se sa kostoja e produktit si e tillë. Edhe kjo e ka pas sfidën e vet, po megjithatë sot teknologjia, mjetet avancume, dija, eksperjenca që kem pas edhe në punë të tjera, nashta jo identike si kjo, po të ngjashme, kanë arritur që të na lehtësojmë pak punën që ta realizojmë këtë projekt. Andaj një kontribut i vogël, modest i kompanive dhe institucioneve tjera, qofshin publike apo organizatave tjera, konsideroj që është mëse i domosdoshëm, edhe do duhesh të ndjehemi edhe të obliguar që të përkrahojmë projekte të tilla, sepse vetëm këto dëshmojnë ato që kemi qenë një shoqëri që kemi dalë nga një luftë e cila jo për m'ju kthy asaj, po ta majmë si vlerë, si ruajtje të kujtesës historike në këtë drejtim. Projekte të tilla, për shembull, këto investime ndoshta modeste, po vlera e saj shumë e madhe se sa investimi i kostos që është bën ta. Prandaj kjo është më shumë si thirrje edhe për kompani tjera që të bëjnë përkrahje të tilla në projekte të tilla. Derisa vagoni po funksionalizohej nga brenda, hapësira e jashtme e tij ishte tërësisht e lanur pas dore. Hapësira rreth stacionit trenave kishte qenë e pamirëmbajtur. Muret e ndërtesës së vjetër stacionit ishin të ngjyrosura me grafite. Kurdelat e kabllave të rrymës ishin pengesë për pamje. Toka rreth vagonit ishte lloç, e gjithë kjo kërkonte një fuqi punëtore disa javëshe e besa disa muajsh që asnjë kompani private nuk kishte hesap me e bo pa pare. Andaj, këtë përgjegjësi të aranzhimit të pjesës së jashtme e mori përsipër ndërmarrja publike banesore, ndërmarrje publike komunës së Prishtinës që i ka edhe 300 punëtorë dhe mirëmban shumë objekte publike në Prishtinë. Koston e kësaj ndërmarrje e përmbushi komuna e Prishtinës. Stash për janor ka filluar dhe punëtorët kanë punuar në kushte të këqija, sepse pranvera dihet që është më të me shi, ndonjëherë edhe borë, ftoft, frym, më thash nuk janë ndalur sepse kanë qenë
në farë forme ka qenë edhe në vullneti tyre, që kur e kanë ditur se çfarë projekte bëhet fjalë, me se ndonjëri prej tyre ka pasur ndonjë familjar që ka qenë pjesëmarrës i këtij egzodit dhe për këtë arsye kanë punuar në kushte të vështira dhe ja kanë dalë sot pra është një pamje krejt tjetër prej asaj juve që keni xhirimet, fillim kur kanë filluar punimet dhe tash, domethënë thjesht nuk nihet vani që ka qenë dhe që është tash. Ka pas grafite në mure, ka pas të mure të dëmtuara, ka qenë një WC publike pa përdorur, është përdorur edhe nga persona që të pa përgjithshëm që kanë vullë që sa ndryshe, ka pasur berllog, domo ka pasur kjo pjesë ka qenë thjesht pa përkujdesje. Ndërmarrja jonë është një fat që gjenden të gjitha profilet e punëtorëve. Duke filluar nga pastruesit, që jemi në bojë hymet, pastaj nga instaluesit e ujit, nga mjeshtrit e rrymës, nga salduesit, nga ata që bëjnë profile, nga ata që punojnë rrethoja, nga ata që shtojnë kubza, nga ata që punojnë edhe shoktat e kanalizimit, nga ata që edhe lyjnë, edhe rënojnë, edhe renovojnë, edhe ndajnë, dhe të gjitha profile, mendoj që të gjitha profilet që mund të ketë një kompani ndërtimor, edhe inxhinier profesional, arkitekt, inxhinier ndërtimtarist, inxhinier të hidros, të gjitha profilet e mundshme i ka ndërmarrja. Është një gamë e gjerë e njerëzve që punojnë dhe është këtu atë në bëhen një kombinim i të gjitha këtyre aftësive, duke përfshirë këtu edhe menaxhmentin, i cili do më i bën koordinimin e punëve dhe këtu është çelësi i suksesit. Kam prit se kur është bërë liberalizimi i vizave do ketë një fluks masiv të ikjes të punëtorëve, por ju. Realisht jam i befasuar këtë rast për të mirë, kam pasur pritje më të këqija. Realisht mund të thonë që për shembull në 16 orën e parë të vitit 2026 mund me gabun shifra plus minus 3 ose 4 punëtorë kanë shu punë. Me krejt të mira që i ka në PB-ja, ndodh që ka dhe mungesë të materialeve. Në këtë rast ngjyra për me u ngjyros muri i stacionit të trenave në nuancën e njëjtë si e gjithë ndërtesa, u siguru si donacion nga kompania vendore e prodhimit të ngjyrave quajtur Relux. Natyrisht, për ta ngjyros një objekt të mbrojtur, siç është stacioni i trenave në Prishtinë, ne është dashur të bëjmë një kërkesë profesionale te Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prishtinë. Ky institucion që shkurt quhet QRTK e ka marrë këtë kërkesë dhe brenda 2 javëve e ka aprovu. Pak para se më ardhi para drekës o kry lymja, qëtu. Ngjyra nuk mjaftonte për ta ndru pamjen e vagonit nga jashtë, nga se kabllat e rrymës vazhdonin të ishin përmbi kokën e vizitorëve dhe pengonin në pamjen e vagonit. Andaj, lidhur me këtë, Keci e përshpejtoi një investim që e kishin filluar në këtë zonë dhe siguroi që të gjitha kabllat që kishin qenë në ajër të futen komplet në tokë dhe ajo që ka ishte me mënensi ta largoj komplet shtyllën elektrike në mënyrë që muzeu të shihej pa pengesa. Duke bërë implementimin e projektit që e ka projektuar Keci dhe kompania jonë është në kontraktore për me demolu pjesën elektrike që është afër këtij vagoni trenit apo këtij stacioni trenit. E kemi bërë instalimin nëntokësore që na ka mundësuar edhe lirimin e pjesës ajrore të kabllimit që ka shërbyer për energji elektrike dhe për kablovek të internetit. Po ashtu në këtë fazë jemi duke e bërë largimin e kablove dhe largimin e shtyllave për të mundësuar hapësirë të mjaftueshme për shfaqjen e këtij projekti dhe për të larguar pjesën e instalimeve që në afër vagonit të trenit. Në këtë fazë jemi duke bërë edhe largimin e pjesës ajrore të kabllimit për të liruar hapësirën sa të mjaftueshme për këtë lloj shfaqje të muzeut. Këtu kemi bërë edhe instalimet nëntokësore të energjisë elektrike dhe na ka mundësuar që të largojmë pjesën ajrore të kabllimit dhe po ashtu dhe shtyllave elektrike që pengojnë afër këtij vagonit të trenit. Kur kablat u futën në tokë, tash mund të mendohej edhe për mbulimin e kablave me dhe për mbjelljen e gjelbrimit, gjë për cilën u angazhua ndërmarrja komunale gjelbrimi, ish hortikultura. Edhe prej këtu i të dhe? Po. Unë nuk muj me thyq ato, në PB-ja kur vjen e then, e rregullon e abedin, na mujnë me gropu qështu sa muj. A keni që dojna me shtru kocka?
Që kjo ka me qenë kocka, mi bashku, Ekip, edhe po. duket si plato. Kjo pjesë është më së e njohur për krejt ata që janë të Prishtinës, e ka historinë e vetë si stacioni trenit, po mbi gjitha e ka pikën kulminante emocionale kur u bo deportimi i komunitetit shqiptar prej Prishtinës, qendra e nisis o kon këtu. Projekti vetëm fjalë nuk është si projektet e zakonshme ose të rëndomta. Kjo normal që më ban me veti edhe emocionin e historisë të saj, dhimbjes, po edhe të rikthimit se na tashmë jemi këtu. Normal që ndërmarrja Gjelbër ka ardhur dhe e ka pastru komplet, për shkak të mos përdorimit të objektit, domethënë për një kohë të gjatë. Kemi largu gjitha shkuret, po jo me qëllimin me damtu, po qëllimi është për mi rikthy ato, në kuptimin e ri, në kuptimin e gjelbrimit tamam adekuat. Mbas vizitës të sodit, domethënë gjatë inspektimit këtyne punëtorëve tonë të zellshëm për me pastru këta, e pam që ka nevojë edhe për një ndalesë Gjelbërt me mujt me bo, si mur Gjelbërt rreth ish banjës, ku është pika muzeale, apo, dhe ndalimin e qarkullimit ose pengimin e njerëzve, vizitorëve mes shinave trenit dhe qasjes me tren. Ty e mendu që shumica e vizitorëve duhet më konë, ose shpresojmë me qenë fëmijë, kemi mendu këtë barierë si ndalesë për ndalesë kreative e Gjelbërt. Shkuret dhe lulet që i mbjellën ndërmarrja gjelbrimi u siguruan nga drejtoria e parqeve në Prishtinë. Por, këto nuk mjaftuan, andaj u desht përforcim në gjelbrim nga një donator privat, Lulishtja Labi, e cila i dhuroi gjysmën e shkureve që janë përdorur këtu. Po Lulishtja Labi munun ato mundësitë e veta t'ja ofrojnë një gjelbrim. Kjo është një pjesë e kalurës tonë, cëllët njerëz janë nda me familjarët e ty në këto ditë vështira që kanë qenë kalurën, edhe mos të harrojmë të kalurën që të gëzojmë të ardhmen një më të mirë. Po gjatë bombardimeve para fillimit të luftës, unë veçtuja isha jashtë vendit, e familja ime gjitha isha këty. Këto vagona do me thonë i shoh prindit e me edhe familjen tënë të cilët kanë udhëtuar me këta. Ndërmarrja Sport Marketing e dedikoi një shtëpisë që do të ishte në shfrytëzim të familjes që jeton këtu në objektin e stacionit të trenave dhe familje e cila po pranon ta menaxhoj këtë kafe. Maqina e kafes u dhurua për këtë shtëpisë nga kompania Swiss Cafe. Në këtë proces ne kemi qenë të gatshëm me njëherë prej ftesës që na është bo me u bashkangjitë si të gjitha ndërmarrjet publike, edhe krejt çka kemi mujt me ofru ose çka është dashur na e kemi bo. Procesi ka qenë jo i komplikuar, shumë i thjeshtë për qëllimin që e ka ky muze. Me fillim e kemi angazhu ekipën, punëtorët me njerë jam tregu të vullnetshëm, e kemi marrë një prej shtëpizave, cilat edhe qyteti din që na e ofrojmë një pjesë të shtëpizave për ngjarje kulturore dhe e kemi dhuru për muzeun, po ashtu edhe disa prej tavolinave, cilat unë besoj që kanë me pas një impakt të vogël, po të rëndësishëm për këtë projekt, sepse turistat, qytetarët tonë nga gjithë Kosova, nga Prishtina, mundën me ardhë, me vizitu muzeun dhe me ullë, ndoshta edhe me pi një kafe dhe me diskutu me ata që kanë ardhë bashkë për me vizitu.